Finalja e madhe është përcaktuar në datë 15 qershor, që i bie praktikisht ditë e hënë. Ka ndonjë ndryshim gjatë këtij rrugtimi, pra kur do të jetë prajmi i radhës? Prajmi i radhës do të jetë të enjte në orën 21. Kjo për shkak për t'i lënë pak më tepër hapësirë finales, e cila do të jetë një finale magjike, një finale e jashtëzakonshme, e cila do të shpallë jo vetëm fituesin e Ferma VIP 3, por do të mësojmë shumë dhe do të kemi shumë surpriza për secilin nga finalistët. Kujtojmë që secili për finalistëve nga 5 emra që do të shkojnë në finale do të fitojë gjithashtu nga 10.000 euro secili prej tyre. Më vjen të qeshë madje Moza dje nuk e kishte kuptuar fare që kishte fituar 10.000 euro dhe as nuk e dinte që ishte në garë për 200-ën e madhe. Megjithatë, ne kemi tashmë një finalist, është Moza. Çfarë pritet të ndodhë të enjten mes këtyre 3 të nominuarve, pra që është Bujaka, Iliri dhe kush do ditën e dieshme? Bujaka, Iliri dhe Visi janë të 3 në nominim. Njëri prej tyre do të shkojë dhe do të jetë finalisti i dytë. Do dalim me votat e publikut. Po, më pas do të kemi sërish sfida. Sfidat janë ato që e përcaktojnë këtë format, kështu që sfidë pas sfide do të kemi televotim sërish të hapur, do të kemi 2 eliminime të enjten dhe do të kemi kështu 500 finaliste që do të na pres deri të hënën. Interesante, pra pritet që të jetë një super spektakël. Pra si ai enjte, i cili nuk mbetet mbrapa për nga surprizat, por gjithashtu finalja e madhe e cila mezi po e presim në datën 15 qershor.